Administrata shtetërore dhe ajo vendore më shumë ditë pushimi se sa shërbimi. Ky ishte pushimi radhës për nëpunësit shtetëror dhe vendor në respekt të ditës alfabetit. Në një kohë kur 22 nëntori përkoi me ditën e shtunë, pushimi është vendosur këtë të hënë, por kur pyeten për qëllimin e pushimit të kësaj të hëne, qytetarët e ngatrojnë me festat e nëntorit. Me festat e nëntorit. Për festat e nëntorit? Po. Por shumë shpejt i bën për festat. Po, ç'e diun. Neve shkojmë vetëm pensioni sa do na shtohet. Atje kemi dita e alfabetit e kishe dëgjuar? E kam dëgjuar, emision, po sot bë pushim. Ti din të rinjt pa ne ikum na vajti vakti. Thjeshtym ditët. Më shumë pushim sa në punë. Thjeshtym ditët të na kënaqin të ta kalojmë mirë, të lumtur këto që na kanë ngelur. Ju uroj shëndet gjithë. Ka edhe qytetarë që ngatrohen në qëllimin e vërtet të ditës së pushimit. Po e patëm pushim për atë analfabetin. Kjo është apo? Analfabeti apo alfabeti? Po alfabet, analfabet. Ajo është. Normal, po çfarë? Më shumë ditë pushim administrata sa punë. Hallallo qoftë. Vajta në bankun merrja pensionin sot e pas ishte pushim. Pyeta, më thanë ka qenë kjo. Vetëm sot e morë vesh, se nuk e di. Kanë më shumë pushime dhe hallallo qoftë. Punë po bëjnë shumë. Punë po bëjnë shumë, u këputën fare. Në këndvështrimin dhe perceptimin qytetar dhe të realitetit aktual, administrata shtetërore duket se më shumë se sa punë ka pushim, por duke lidhur me vite më parë, qytetarët mendojnë se tani bëhet më shumë pushim, gjë që e uli dhe produktivitetin e punonjësve. Bravo, më shumë pushim se sa punë. Nuk punojnë, janë dembela. Janë thjerë vetëm për të marrë rrogën. Kam punuar edhe vetëm në administratë, kam punuar në Tiranë, nuk të gënjej. Jo në. Ishit pushim atëherë? Qa pushime po? Kam qenë komisionin i qendror zgjedhor. Atëherë nuk ishte pushime se ishte punë. Tani bëjmë më shumë. Tash më shumë pushim se sa. Ndoshta relaksohen çik më shumë. E relaksohen, se janë lodhur shumë. Të ndryshme janë qëndrimet e qytetarëve kur flitet për ditët e pushimit të administratës. Bie mirë që ata, unë jam punë. Po, ishte festa e alfabetit. Administrata më shumë pushim sa? Mirë, shqyqyrë, ti kemi mirë dhe me shëndet dhe ata. Këtë javë administrata e shtetit dhe pushtetit do të punoj vetëm 4 ditë, ashtu si kundër edhe javën e ardhshme. Në arkun kohor të 10 ditëve do të ketë më shumë pushim se sa punë, nisur edhe nga fakti se përpara kemi edhe festat e nëntorit.